Copa trupi e ndevareje në autostradën Tetov Shkup në afërsi të Zhëlinës, ku dje humbën jetën 2 të rinjët nga Tetova si pasojë e aksidentit me motociklet. Bëhet fjalë për Abil Hasani, 25 vjeçar, dhe Arben Blaca, 20 vjeçar nga Tetova, të cilët si pasojë plagëve të rënda ndëruan jetë në vendngjarje. Gjendemi pikërisht në vendin ku dje ndodhi një aksident fatal dhe humbën jetën 2 të rinj nga Tetova pasi që pësuan një aksident me motociklet. Arsyet janë ende të panjohura, por sipas spekulimeve, e gjitha kjo ndodhi për shkak të shpejtësisë të pakontrolluar. Nga sektori i punëve të brendshme të Tetovës thonë se motocikleta aksidentuar ka qenë pa targa dhe pa regjistruar, ndërsa apelojnë tek motociklistët tjerë që të plotësojnë të gjitha standardet para se të dalin në komunikacion. Edhe përkundër kësaj dhe për fat të keq në rrugët e Pollogut ndodhin fatkeqësi rrugore, ku ata që pësojnë më shpesh janë motociklistët. Për shkak të kësaj apelojmë deri tek motociklistët që të respektojnë rregullat e komunikacionit dhe kur do të ulen në motociklet, detyrimisht të kenë patent shoferi, të kenë në gjendje të rregullt motocikletën dhe të regjistruar si dhe të përdorin mbrojtëse adekuate. Nga sektori i punëve të brendshme të Tetovës thonë se trupat e pajetu janë dorëzuar familjeve, por në vendin e ngjarjes pas kryerjes së ekspertizës ende kanë mbetur gjurmët e këtij aksidenti fatal. Lidhur me atë se si ka ngelur pa u pastruar vendi i aksidentit, nuk ka përgjigje nga sektori i punëve të brendshme të Tetovës dhe prokuroria publike në Tetov. Në rajonin e Pollogut kohëve të fundit janë shtuar aksidentet me motocikleta, me çrast viktima janë kryesisht të rinjët.